Për herë të parë, lideri demokrat Sali Berisha reagoi për dhunën që policia private Myrto ushtroi ndaj një protestuesi në Zvërnet. Ai dënoi aktin dhe rikujtoi se kur ai drejtonte, vendi nuk është përballur me skena të tilla. Ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoi atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Një. Së dyti, nuk kam as një faqe, as një flet, as një gjë të ati projektit, me gjithse, të ju them këtu, e kam ndjekur me shumë interes të gjitha publikimet që janë bërë. Do duhet që konform ligjit, shteti nëse konstaton se ka qytetarë që provojnë pronësinë me dokumente, të dëmshpërblehen me çmimin e tregut, tha Berisha. Qofse ty pronar të kanë shkel të drejtën e pronës, dhe janë firmos dokumenta mbi të, përgjegjësia është e shtetit. Dhe ai që ka bërë këtë do marrë përgjigje dhe shteti do të përgjigjet ty, do të përgjigjet me vlerë tregu. Është ligji që detyron shtetit me vlerë tregu. Dhe do të them një gjë, që kur doli ai ligj e Gjerë Salam pushtetin, ka patur 0 probleme. Dilte njëri, po i thoshte, ku e ke, qofse fakton të bënte, i përgjigjej shtetja. Çdo të hënë të parë të muajit që pasi la arrestin shtëpiak, Berishësi duhet të përmbush masën e sigurisë detyrim për t'u paraqitur në prokurorinë e posaçme. Edhe këtë herë ai nuk la pa përmendur akuzat ndaj shkreut SPAK, Altin Dumani dhe gjykatëses Irena Gjoka. Aktualisht dosja Partizani, për të cilën Berisha akuzohet se ka kryer korrupsion me privatizimin e trojeve sportive, ka nisur gjykimin në themel në fazën e thirrjes së dëshmitarëve.